Përshëndetje të gjithëve. Do më falet se edhe emocionet bëjmë punën e tyre. Një nga një familje me 2 prindër, mësues dhe nga një familje kryesisht e majtë. Them kryesisht e majtë sepse asnjëherë nuk është se jemi marrë me aktivizime politike. Familja ime ka qenë gjithmonë e lidhur me Vlorën, sidomos me zhvillimin e kulturës, dhënien e dijes dhe përhapjen e dijes. Unë si aktivist jam bashkuar lëvizjes bashk para jo shumë pak kohësh dhe normalisht aty gjeta vetveten. Ishin idetë dhe bindjet politike që na lidhin me shumë kohë, sidomos me në kryetarin tonë Alindin, që me mendimet dhe me idetë e veta më bëri që të ishim dhe të bashkojmë me ju, dhe të jem një prej jush. Bravo! Sot jemi mbledhur këtu në këtë qytet kaq të bukur dhe me kaq histori dhe tradita dhe me shumë potenciale. Ka shumë vite që jemi të përpjekur, që jemi duke pritur ndryshimin që na përket. Sot si kandidat i Lëvizjes Bashk për qarkun e Vlorës, po ju drejtoj me besimin se së bashku mund ta bëjmë Fierin dhe gjithë Shqipërinë një vend më të mirë për të jetuar. Kemi ardhur sot për të hapur një fushat, por mbi të gjitha për të zgjuar shpresat, për të mbjellë besimin dhe për të forcuar përgjegjësinë. Ne jemi këtu për të dëgjuar zërin tuaj, për të kuptuar nevojat tuaja dhe për të bërë një platformë që i përgjigjet aspiratave të gjithsecilit prej jush. Shqipëria si nevojitet një qeverisje e re, e përkushtuar, e përgjeshme dhe mbi të gjitha e bashkuar. Të gjithë e dinë se Shqipërisë si përballen sfidat shumëta. Një nga ato është papunësia. Shumë të rinj janë detyruar të largohen dhe të kërkojnë jetesën diku tjetër. Infrastruktura, rrugët tona, spitalet tona dhe shërbime publike kanë nevojë për trajtim të menjashëm. Edukimi, fëmijët tanë duhet të kenë mundësi të barabarta për një arsim më të mirë dhe cilësor dhe mundësisht të rinë në universitetet tona. Mjedisi, duhet të mbrojmë burimet tona natyrore dhe të kujdesemi për pasurinë kombëtare, që do të trashëgojmë për brezat e ardhshme. Si Partia Lëvizja Bashk ne propozojmë një plan konkret për Shqipërinë, krijimin e mundësive të punës. Do të punojmë për tërheqjen e investimeve në sektor të ndryshëm, për të hapur vende pune dhe për të mbështetur bizneset lokale. Një program për të rinj që t'i ndihmojmë ata të kenë mundësi punësimi direkt në qytetet e tyre. Infrastruktura e qëndrueshme, asfaltizimi i rrugëve dhe rinovimi i shërbimeve publike, investime në spitale dhe shërbime shëndetësore për të ofruar kujdes cilësor për të gjithë qytetarët. Arsimi dhe kultura, mishërimi i teknologjisë dhe metodave moderne në arsimin tonë, mbështetje për aktivitetet kulturore që promovojnë identitetin tonë dhe bashkojnë gjithashtu me artistët dhe kulturën e rinisë. Mbrojtja e mjedisit, zhvillimi projekte për ruajtjen e natyrës dhe mbrojtjen e resurseve tona natyrore. Iniciativë për një adet sa më të gjelbër ku të promovojmë ndërgjegjësimin për mjedisin mes qytetarëve. Të dashur qytetarë, ky është momenti ynë. Ne kemi për të ndryshuar dinamikën e Fierit dhe të gjithë Shqipërisë. Ne duhet të jemi bashkë, të punojmë së bashku dhe të angazhohemi për një të ardhme më të shkëlqyer. Shpresoj që të jeni të gatshëm të dëgjoni, të kritikoni dhe së bashku të ndihmojmë për ndërtimin e një Shqipërie më të fortë. Zgjedhjet e vitit 2025 janë një mundësi përfundimtare. Ato do na japin mundësinë të zgjidhim problemet që na prekin dhe të formojmë një të ardhme që meritojmë. Në Lëvizjen Bashk ne besojmë se ndërimi vjen nga përpjekjet e përbashkëta dhe ndihma reciproke. Le të bëjmë një ndihmë për Shqipërinë, e cila është e përkushtuar për secilin prej nesh. Le të punojmë së bashku për një të ardhme më të mirë, bashkë për Shqipërinë.